Nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Arber Ademi thot se në vitin 2024 Ministria e Ekonomisë e udhëhequr në atë nga kuadër i BDI-s nuk i ka dhënë licencë diskotekës së Plus në Koçan, pasi e njëjta nuk i ka plotësuar kushtet për dhënien e licencës dhe nuk ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm, ndërsa VMRO-DPMNE sipas Ademit po tenton të defokusojë opinionin nga përgjegjësit e vërtetë. Në përpjekje për të shpëtuar nga përgjegjësia që duhet të kenë zyrtarët e partisë së tyre, në radhë të parë kryetari i komunës së Koçanit dhe pushtetarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Koçanit, të cilët ndodheshin çdo ditë në objektin ku ndodhin ngjarja tragjike, qeveria e VMRO-DPMNE-s po përdor trillime për ta orientuar zemërimin drejt kërkimit të përgjegjësisë atje ku edhe nuk ka përgjegjësi. E vërteta e përgjegjësisë është si më poshtë. Aksidenti ka ndodhur në kohën kur VMRO-DPMNE ka qenë në pushtet me kontroll të plot mbi të gjitha institucionet, si në pushtetin qendror, ashtu edhe në atë lokal apo komunal në Koçan. Ademi thot se patjetër duhet të ketë përgjegjësi dhe llogaridhënie, ndërsa njoftoi se ditëve në vijim do të paraqesin në prokurorin publike raporte dhe prova se kush, si dhe në çfarë mënyre kanë lejuar të ndodhë kjo tragjedi. Në ditët në vijim do të japim publikut dokumentacionin dhe provat e plota se kush, si dhe në çfarë mënyre ka lejuar të ndodhë kjo tragjedi e tmerrshme dhe do të paraqesim një raport dhe prova të detajuara në prokurorinë publike për të nisur procedurën për përgjegjësi penale për personat dhe institucionet kompetente, sepse duhet të ketë përgjegjësi dhe kjo tragjedi nuk duhet të lejohet të përsëritet më. Arber Ademi tha se nëse dikush ka falsifikuar një dokument jashtë institucionit, përgjegjësia është e individit apo e grupit që ka bërë të njëjtën gjë dhe duhet të ketë përgjegjësi. Ndërkaq, sa i përket ish-ministrit të ekonomisë Krishtin Bekteshi, Ademi tha se ai është ende në stacion policor, pasi mbrëm është thirrur në bisedë informative lidhur me zjarrin në lokalin e natës në Koçan.